procedurën për gjyqjen telekomunikacionit zyrtar. Anëtarët e qendrës janë Andrej Gjyqalla, Necat Domni, sekretar organizativ, unë Katrina Lajshi, Islam Rashide, Shqip Osmani dhe Amen Ademi. Në që jemi duke folë për zgjedhjet, e dini që tani kemi zgjedhje tjera në prag, 28 dhjetor, dhe mundësia për të regjistruar tash veç është hapur, që nga data 26 shëntor dhe afati i fundit është në datën 6 dhjetor. Kësaj radhe është mundësia që të votohet edhe përmes ambasades, por edhe me post. Prandaj ftoj të regjistroheni sa më shumë që të keni mundësi, ju që keni drejtë në të. Mirë po, unë personalisht do të vëftajtë në Kosovë, prandaj ju i përaj edhe juve që keni mundësi të vëftani e të vëftani në kjesë, se që mund të boja është mundësi. Ata që të manë të votojnë nga Kosova, nuk duhet të regjistrohen këtu, pasi që mund të të drejnë të votojnë atje. Prandaj kemi kohë deri në 6 dhjetor të vendosim ato të votojnë apo të votojnë. Gjithsesi, ju mund t'i kontaktoni anëtarët e grupit që përmendëm më parë, në rast se keni nevojë për verifikim apo beneficiarin për regjistrim. Tash ka më shumë kohë, kam nderin për të nësë të madhe, që të shkojnë të rarish, të që do t'jenë zgjedhje të parakoshme, për shkak se, si që dhe ju, në datën 9 shkurt, ndonjë se fituam në zgjedhjet e rregullta, nuk arritëm që ta zbulojmë shumicën në kuvend dhe ta fillojmë mandatin e ri të qeverisjes. Prandaj të këtyre muajve kemi qenë qeverisje me detyra shumë, të se të kemi kryer mirë në barë me krejt çfarë kemi mund dhe ditur, dhe ja ku jemi tash, vetëm 3 javë para fillimit të shonës atëherë kur Shqiptarët e Republikës Kosovës do ndodhin në kampanjën zgjedhore, ashtu që me datën 28 dhjetor, me votë të lirë dhe me votë e cila është e ndershme, anën banë komunave të Kosovës po të në datë të përcaktohet katërvjeçari i ardhshëm. Unë falenderoj shumë për mbështetjen, kontributin dhe përgatitjen që na keni dhënë për shumë vite, dhe po ashtu falenderoj ambasadorën tonë, profesorën Nita Juci, për punën e saj të fuqishme që po e bën këtu, edhe për Republikën e Kosovës, po edhe për juve si bashkëtorë, si dhe qendrën e vendosjes, Katrinën, gjithë ekipin përheqës dhe Flora Haxhi Mehmetin, e cila përveç sekretare qendrës ka qenë edhe sekretare e përgjithshme në Qeverisjen e vendosjes. Faleminderit gjithë. Nuk mund të themi më 4 vite, do të themi 4-5 viteve të fundit, rritja ekonomike në Kosovë ka qenë mesatarisht 6%, asnjëherë nuk kemi rënë në 4%, dhe ka që në termiorin e dytë, si jetë rritja ekonomike është 4,58% të bruto produktit vendor. Me fjalë tjera, pavarësisht polemikave politike, pavarësisht asaj që është bërë si krizë institucionale, ekonomia nuk ka rënë asnjëherë, ndërsa ajo është rritur, dhe në fakt kjo tregon që ka një dimension artificial të problemit në Kosovë, e që shprehet më shumë, më shpesh
prej atyre të cilët i kanë humbur privilegjet që i kanë pasur dikur në të kaluar. Me fjalë tjera, njerëzit që kishin privilegje, kur i humbën ato e përjetuan si padrejtësi. Në fakt padrejtësi kanë qenë privilegje që i kanë pasur. Dhe tash rritja ekonomike në Kosovë është e që reciprocise nuk e lë asnjëri mbrapa dhe nuk dedikohet të gjithë shpëtarëve padave. Rritjen ekonomike për shtet, ne nuk i kemi mbajtur në sistem apo larg, e kemi shpërndarë tek shtetërët dhe kjo është arsyeja pse për herë të parë në Kosovë janë vendosur shtesat për nëna e për fëmijë, janë rritur pensionet, janë mbështetur studentët me bursa, por edhe me arsim publik falas, në mënyrë që të gjitha ndjejnë dorën e shtetit të kenë mundësi sa më të mira për prosperitet në jetë, por në të njëjtën kohë edhe ta zënë hapin në vend të tjera, jo vetëm të rajonit, sepse fatkeqësisht shumë kohë është humbur. Para 5 vjetëve Kosova nuk krahasohej me rajonin, kur krahasohej ishin ose të fundit ose të parafundit, prandaj mbas dhe prandaj nuk krahasoheshin. Ndërsa tash jemi ose të parë ose të dytë. Pra prej organizatave të ndryshme prestigjioze ndërkombëtare, si për shembull World Justice Project, Freedom House, pastaj Transparency International, Gallup International, sa i përket të drejtave civile, lirive politike, luftimit të korupsionit, sundimit të ligjit, pastaj gjithashtu edhe sigurisë për të lëvizur, udhëtuar sigur e qetë natën, Kosova ashtu se e parë ose vitë. Pra para 5 vjetëve, në këta tregues, në këto indekse të demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit dhe kështu me radhë, kemi qenë ose të fundit ose të parafundit, tash jemi ose të parë ose të dytë. Dhe jo të kaq, kur kombinohen rritja ekonomike me këtë progres demokratik, këtë tregon që zhvillimi në Kosovë në njërën anë, edhe digniteti qytetarit në anën tjetër, kanë ndodhur paralelisht. Jo njëri që ka superfuqisë të botë që duan të thonë që për zhvillim nuk ka çka duhet digniteti. Ose ka të tilla që thonë dignitetin për të gjitha nuk ka kohë sa zhvillim do të kemi. Unë besoj që këto pozicione ekstreme nuk janë të mira. Ajo çfarë kemi marrë ne është më e duhura, pra edhe zhvillimi ekonomik me rritje të vazhdueshme, për në anën tjetër edhe indekse të demokracisë, sundimit të ligjit e të lirive politike në anën tjetër, gjithashtu në rritje të vazhdueshme. Prandaj, pikërisht për shkak të kësaj rritje ekonomike, është rritur dhe punësimi. 380.000 konsumi ka pas Kosova në pranverën e vitit 2021, dhe tash në vjeshtën e vitit 2025, ka 400.000 konsum. Në vitin e javë dhe kjo rritje e punësimit, natyrisht që nuk kuptojmë me njëherë edhe zbritje pa punësisë, që ka qenë afër 26%, tash është më pak se 11%, dhe për herë të parë në Kosovë i kemi edhe 2.000 konsum nga Azia e Lagët, nga Bangladeshi edhe nga Filipinët. 2.000 konsum në fabrikat të Kosovës. Ka zënë në një fabrikë në Ferisaj, kur ka qenë të rëzit, sa duhet se ishte nga Bangladesh. Sepse ka pak sa duhet Kosovë. Dhe kjo është një arsye pse kemi filluar me lidhje që të më shumë arsimin dhe aksimin profesional me drejtorinë. Pra është domosdoshme që për çdo pjesë të shkolle të kemi edhe një vend. Kjo nuk e parandalon arsimimin akademik, mirë po krijon një shans që qysh në shkollë të mesme do të mësojë. Dhe janë 2.300 gjësa që tashmë kanë haruar në sistemin dual dhe të cilët kanë gjetur në kompani të ndryshme. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë një program të mirë me rastin trajnuar në simulënësit për të sistemin dual dhe nxënësit i kalojnë 2-3 ditë në punë, por edhe 2 ditë në shkollë, në punë zbatojnë praktikisht një teorike që marrin në shkollë, veç se edhe mësohen duke punuar.
që mësojnë për punuar, por edhe mësojnë duke punuar. Dhe kjo e rritë punësimin të fëmija, përveç programeve si për shembull super puna për rinj, në çast të gjithë fëmijëve, prej moshës së tretë deri në moshën 29 vjeçare, që punësojnë në sektorin privat, japin një mundësi që për 6 muaj ta marrin bonus pagën minimale. E pagën minimale këna gjithë 130 o 107 euro, basi sa e ti ma pak se 50 vjeç, apo ma shumë, aq pak ka qenë paga minimale. Në 130 o 107 e ngritën në 260 euro, e ngritën në 350 euro, prej një janarit paga minimale në Kosovës 450 euro, dhe ka shpejt një përrit. Mundësi për përshtatje ma të suksesshme sa i përket pagës minimale. Paga minimale para që një sesion 11 vjet ka qenë paketur. 11 vjet paga minimale ka qenë njëta, pra ma shumë se një pagë, 130 euro për ata që jenë ma pak se 25 vjeç, edhe 170 euro për ata që jenë ma shumë se 25 vjeç. Ne kemi heqë të dalimin e moshës, është një pak të të por edhe e kemi ngritë me atë të kemi pas mundësi, ku mbrohet paga e punëtorit, përmirësohen kushtet tina edhe me inspektoriatet e shtuara, por në njëjtën kohë edhe kemi kujdes për prodhuesin vendor, por për të gjithë biznesmenët në përgjithësi, në mënyrë që ata mos bankrotojnë për shkak të masave të qeverisë. Ne kemi pas masa për prodhuesin vendor, një ndër masat është jo vetëm kjo superpuna, ku ja finon 6 muaj paga minimale e punëtorit, por është edhe kredia, masa për subvencionimin e kredisë investuese deri në 20% të makinerisë që kanë bërë. Pra nëse kanë bërë bizneset në Kosovë në makineri prodhimi që ka kushtu 1 milion euro, 200.000 euro e ka dhënë shtetit Kosovës. Dhe në këtë mënyrë i kemi ndihuar që ke makineri prodhuese, sepse ne jemi të mësuar që të arrisim prodhimtari, në këtë mënyrë të arrisim edhe punësimin. Pra dëshirojmë të drejta për punëtorët, por dëshirojmë edhe bizneset që punëtorët. Qeveria ka qenë një lloj ndërmjetësuesi midis këtyre dineve. Dhe kemi arritur që ta ulim borxhin. Deficiti buxhetor në Kosovë, vitin 2023, kur e kena marrë qeverisin, ka qenë 510 milionë. Dhe ka stash është 25 milionë. Pra, e kemi zbritur në më pak se 5% deficitin buxhetor dhe si kemi gjithë. Tash në deficitin buxhetor në pak të 1%, ka asu me buxhetin e shtetit, mirë po është më hapë 5% ka asuar në atës farë. Dhe ka pas një rrët 140 milion euro borxhe operatorëve ekonomik, që kanë kryt punë për shtetin, që s'ka marrë një. Edhe këtë kemi zbrit në rritjet në ndërën. Dhe ka pas shumë arbitrajën të kontrate, ku i kemi shpëtu i ku 145 milion euro. Sepse një ndër problemet që kemi të nështëtu nga qeverisë marrëshme, është që kanë hinë kontrata dërshme me kontratat të dërshme rëvëndare, dhe më pas taj ne kemi rezultuar që si shtetë bankrëtojnë i humbim rastet në për arbitrajën e rëvëndare. Mirë po me avokaturën të shtetërore kemi arritur që ti shtetërojmë praktikisht nga të pasime. Tash, përveç për nana e fëmijë, ku për fëmijë të zënë, unë e di që ato nuk krahasohen me shtesa për fëmijë edhe në përshtetjen që kanë nëna për fëmijë në Norvegji, në Kosovë ka qenë zero. Dhe i kemi rrit 3 herë shtesa për fëmijë, ku së fundmi shtesa për fëmijë janë bërë 30 euro nëse një familje i ka 2 fëmijë, përka 25 euro për fëmijë nëse ka 3 fëmijë. Kush ka marrë 20 euro i dash, i merr 0 euro. Kush ka marrë 90 euro për 3 fëmijë, nga 135 euro është shumë e rrallë, dhe të gjitha shtesa për fëmijë i kemi nga emër të nënës. Por jo vetëm kaq, në të njëjtën kohë kemi rritur pensionin, kemi kujdes për nënat e fëmijë, po edhe për nënat e hona sidomos, por edhe për
Unë di që prapë pensioni është shtyur ishte pasta. Mirë po krahasuar me pensionin e autorëve 2-3 në mënyrë. Dhe i kemi dikun afër 200.000 pensionar. Në orën tjetër, kemi arritur gjithashtu të kemi investime do të thonë se edhe për drejtësi, edhe për ushtrim, që krijojnë një raport tri me tokë në vendin tonë, me ushtrim se në ambrojë territorët, e me fermerët si punëtorë. Para 5 vjetëve, unë në gjithë bashkë në fushorë. Para 5 vjetëve, shmimi i litrës qumshtë që fermerët e kanë shqit në vend rregullim, ka qenë 18%. Vetëm 18% litre është shqit në vend rregullim. Atë botë fermerët direktorët në theshin veç po mëdhimet e gjinasë për ndryshe e kisha dhe. S'kam pesop me hypë në automjet në shumë vend rregullim, aq i mirë është në parë ajto punës. Ne fillon të shkruam programin, edhe thamë për rrisim 50%. 80% për 27%. Për rrisim për 9%. Sot që po flasim është 54%. Pra është fisha sot që kemi përdu e 3 fishi që janë dispozitive. Plus ka komuna që të të jetë në 50% shtesë. Dhe direktoria duke që të një e më e të vërdeshme në Kosovë. Nuk për të pas kujqësi pa direktori. Prandaj edhe jemi përqendruar shumë tek direktoria. Përgjithësi, rreth 1.500 hektarë kanë qenë punuar në Kosovë para 5 vjetë. Rreth 1.500 hektarë. Si vjetë në punuar mbi 1.600 hektarë. Për gati 50% të një tokës së punës. Dhe është rritë eksporti, është rritë ekonomia, tjetër një që kultura dhe mundësore si të nga dritave, por edhe herbe dhe perimeve, fruta dhe perimeve, dhe se edhe matutje, për e gjithë ushqimin që e hapë në Kosovë, 30% është prodhime, do 70% edhe matutje është në. Po ka qenë shumë keq se ka qenë. Realisht prej 1.9 që ka qenë raport e eksportit në post kalimër, ta është 1.6. Pra ka vend për të përgjësuar shumë të tepër, dhe ne parashohim që në 4-5 vit tashme, të kemi një investim gjithë një më të madh për ndërtimin vendore, edhe për të zgjidhur të rrugë të jashtëm të sepse hapësira të zgjidhjen i popullit për problem. Dhe ato janë biznese të reja e të mira vendore. Përveç nona e fëmijë, bujqësi e kemi edhe ushtrim ku kemi investuar shumë, dhe këtu duhet ta theksoj në veçanti investimin që kemi bërë pikës pare duke hequr kufizimin për 5.000 ushtarë. Se Kosova ka pas tava, nuk mund të ketë më shumë se 5.000 ushtarë. Ta që kemi hequr atë, edhe praktikisht e kemi numëruar. Kur kemi ardhur në qeverisje, Ministerinë kanë qenë më pak se 2.300 ushtarë në Kosovë, dhe kash ndërkohë ja kemi shtuar 2.700 ushtarë. Pra është më shumë se 100%, është më shumë se 2%. Dhe ofër 5.000 ushtarë për Kosovë. Sot, natyrisht, aty përfshirë edhe oficerët dhe në oficerët. Tjetra që e jemi përfshirë të investojmë sa më shumë, është që moshat mos jetë 23 vjeç, por jetë deri 24 vjeç, se ka qenë tavani ose etiket moshës. Nuk ke mundur të bësh ushtar nëse je më i madh se sa 23 vjeç. Pra është 25 vjeç. Dhe gjithashtu e kemi një 4 fishim të trajnimeve jashtë vendit. Sot kur udhëtojnë jashtë vendit, zyrtarët shtetëror, kjo është minore, krahasuar në jashtë vendit që i kanë ushtarët. Pjesën më të madhe të timit jashtë vendit nuk e bëjnë shërbisit civil apo politikanë përfaqësues, por e bëjnë ushtarët. Ka zonë, unë isha në Malta, në një konferencë prej Maltës po vitu në Oslo, në Malta kam shku vetë drejtë.
Po ma ashtu delegacione me ka 10 të shkojnë ata. Dhe që ka me bëjmë shumë më tepër tash dhe trajnimet e ushtarat të tonë. Sepse kemi nevojë që në vend të natës, në shtete e kontinente të ndryshme, sa më të aftë të bëhen ushtarët edhe ushtarët tonë. Me këtë rast e kemi 3 fishu bugjetin për ushtri, dhe tash e kemi 100 fishu për armatim edhe për mundësi. Janë vënd për armatim dhe munición, ta që bjuar kushtet që të fillojnë, nga vitë jashëm edhe të provojnë. Sepse, ju e dini si shkon ekonomi. Fillim, duhet me vle, po pasi mësohesh me vle, e pasi mësohen edhe të tjerët që t'i bërë den, fillon edhe të provojnë vetë, e vlejnë e tjerët. Lloje nga Turqia, njëri është nga Amerika, nga Turqia janë dronat TB2 Bayraktar, janë dronat Skydagger, ndërka që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi marrë dronat Puma, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrim, sepse kemi marrë tashmë, sistemin antitank Javelin, dhe në anën tjetër gjithashtu edhe helikopterët e famshëm si si apo Black Hawk, dhe e fundit për jetë garancia se shtuhet fabrikën e municionit do ta kemi në Gjakov, por gjithashtu dhe një fabrikë tjetër për drona me municionit. Shumë nga kanë thonë që bëjnë shërbime detyrueshëm ushtarak sa më shpejt me një herë e kështu me radhë. Ne fare nuk e përjashtojmë atë gjë në të ardhmen, mirë pa e çfarë jemi proceduar ata se kemi menduar që më mençur, e para është edukimi mbi siguri. Këtë sistem e ka polemika. Ka fut në plan programe në kurrikula janë mësuar nis aftësinë në kushtet e fatkeqësive natyrore ose të konfliktit armator. Fatkeqësisht shumica dërmuese 33 të ne nuk janë në gjendje ta japin ndihmën e parë së shokut ose shoqës në rast të si ndodhet çaterja e shënërov nuk di. E ky modeli polemik edukimi mbi siguri është shumë i rëndësishëm. Ta nësëmërot që në një situatë nuk di buxhet se shyrim YouTube. Gjoku, po të e disa gjëra që nuk duhet të qyri internacional të pasë internacional. Shumë e rëndësishme në një janë disa gjëra që duhet një edukimi mbi siguri fokusohet shpesh në atë aspekt. Dhe tjetra është mbrojtja e gjithëpërfshirëse. Mbrojtja e gjithëpërfshirëse është një model tjetër që e kena marrë prej Finlandës dhe vendeve baltike, që nuk kupton që në rast të rreziku secili qytetari i Republikës me ditë vendin edhe funksionin që ka. Sepse edhe nëse bën regrutim të madh të tyrushëm, i arrit shumë të shtrimë, mirë por nuk është shumë e mençur. Më e mençur është që secili qytetar ta di se çka duhet të bëjë në një situatë të fatkeqësisë natyrore apo të konfliktit armativ. Kemi bërë edhe bashkëpuntim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kuwait, me Mbretërinë e Bashkuar në Belize dhe në Ishujt të Qondër, dhe si vjetë kemi qenë edhe një goqe, jo veç pjesëmarrës në Defender Europe 25. Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizojnë këtë, Defender 25 kanë marrë pjesë 25.000 ushtarë, oficer dhe non-oficer nga 29 shtete. Kosova ka qenë që sësi mesën 29 shtetet, po ka qenë në mesën e 18 shtete me një goqe. Dhe ka që gjitha operacionet në Europën Juglindore, në kuadrë të Defender 25, janë dirigjuar, komanduar, kontroluar nga divizioni 28 të mësërisë së ushtrisë amerikane nga Gjakova. Në këtë mënyrë Kosova ka hyrë në hartën e shteteve të cilat edhe i kontribuojnë sigurisht, jo vetëm që përfitojnë nga
Diçka që besoj është mirë të përmendur në këtë rast është që gjithandaj në botë, edhe këtu në Norvegji, kjo pikprerja e ekonomisë dhe mbrojtjes do të vijë duke u rritur. Industria ushtarake do të vijë duke u rritur. Samiti i NATO-s në Hag, pushteti raporti i NATO-s u zotuar për 5% të produkteve vendore, që ta shojnë në mbrojtje, tregon se ka po shkon Alianca Periotrantike se i përket kapaciteteve të saj. Prandaj edhe ne do të jemi ata të cilët në mënyrë të fiksuar do të na duhet të bashkangjitemi në këtë, sepse e para jemi drejt NATO-s si alianca më e fuqishme e njerëzimit për antarësimin tonë, dhe në anën tjetër për shkak se NATO-ja nuk ka të marrë marrim drejt. NATO ka duke marrë marrimin e shteteve anëtare. Dhe neve si shtet jashtëm anëtar, na duhet që ta kemi këtë tjetër armatimin edhe municionin tonë. Bashkë me ushtrin kemi investuar në polici, buxheti për policinë është rritur për 20 vjet dhe kemi përfshirë edhe komunitetet e tjera. Sfidën e parë të madhe e kemi pasur me 5 nëntor të vitit 2022, kur në mënyrë kolektive e patëm shumë punën 546 politë sërbë në veri. E shumë punën edhe prokurorët të gjykatësit, sepse ata shpresuan që të impledoj sistemi, dhe kur impledoj sistemi, mandej ndodh kaosi dhe ju kujtohet që na kohë flesim për Republikën e Këforit. Qeveriun ka me marrë Këforit. Ne menaxhu se serbët i shumë institucion. Po pse Republika e Këforit të që Republika e Kosovës? Këfori është në Republikën e Kosovës, neve na nevojitet Këfori, po Këfori si nevojitet Republika. Këfori e për NATO. Ndërkaq neve na nevojitet Republika, e Republika është edhe sistem i demokracisë, i interesit publik, i vendit qytetarë, i përparimit modern, por në anën tjetër Republika është edhe suverenitet shtetëror i integritet territorial. Në këtë aspekt policia luan një rol të rëndësishëm, që prej atëherë 199 politë sërbë ka vetë janë përfshirë në policinë e Kosovës. Ka më shumë se 1/3 në atyre policëve që janë shumë punën e policave të shumë. Aty ku nuk kemi mundur me sërbë, janë inkuadruar shqiptarë, janë inkuadruar edhe partisave të tjera. Dhe në 4 komunat në veri, janë punësuar, pasi që ata sërbë ka të ndërheqen, janë punësuar mbi 100 sërbë me kontrata të rregullta dhe mbi 200 me kontrata libre. Pra nuk kemi liruar vakum, nuk kemi liruar që të impledoj sistemi dhe sot gjendja atje është shumë e normalizuar, janë 9 stacione policore rreth Finit, janë 4 stacione policore në komuna të cilët i japin llogari drejtorit Jasmen Hoxha, ministrit Gjelaj Sveqla, por jo të kujt në Beograd. Kemi një numër të jashtëzakonshëm të rrugëve ilegale, të cilat janë të mbyllura, janë shkatërruar diku rreth 150 rrugë të ndryshme kriminale gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare dhe tjetra që ashtu është vjen përmendet që mbi 300 kazë zyrtar publik janë arrestuar edhe mbi 1600 persona janë përfshirë në kallëzime penale për korrupsion. 29 prej 87 rrugëve ilegale të mbyllura janë në veri të Kosovës dhe po ashtu 10 laborator për prodhimin e kriptovalutave janë shkatruar në veri të Kosovës. Atje përveç se nuk është paguar energjia elektrike, edhe fakti i mospagesës së energjisë elektrike është keq përdorur sepse kanë prodhuar kriptovaluta. Ashtu me kriptovaluta ata kanë siguruar profit të madh. Po, kur e kanë pasur edhe energjinë elektrike që se kanë paguar, a ka qenë super profit. E
tash edhe nuk ka në laboratorit të tilla të kryptovalutave, edhe energjia elektrike paktën për dallim prej makinës. Jemi përpjekur që të restaurojmë sa më shumë asetet e trashëgimisë kulturore në Kosovë, dhe dy që i kisha veçuar në këtë rast, janë zbulime shumë të mëdha që ndron 4 vjet të fundit. Bile njëri prej këtyre zbulimeve arkeologjike është më i madh në Europë, që është bërë në vitet në Ulpiona, tash i vjen me komunë Graçanicës, po periferia e Prishtinës, është zbuluar Justiniana Sekunda, është një qytet e nëntëdhjetme, një tempull i cili ka qenë dhurat e perandorit romak Justinianit në shekulin e 6, grua së tij Theodorës, dhe kjo është zbuluar e arkeologëve të Kosovës në bashkëpunim me Ecole Normale Supérieure të Parisit, me profesorin Christophe Rodat, që jemi shumë falenderues, dhe në atë rast është rritur shumë edhe turizmi kulturor në Kosovë, i kemi bërë të gjitha shpërndësimet e nevojshme dhe po vazhdojmë krenimet arkeologjike aty. Kemi pasur shumë hallca që mund t'i bëjmë shpërndësimet, me sukses i kemi përmbyllur ato, ndërkaq që në anën tjetër e kemi edhe në Prizren një zbulim shumë të rëndësishëm, 200 metra larg Shadërvanit, një zbulim arkeologjik ka treguar që Prizreni është 8 shekuj më i vjetër se sa që kemi pandemie. Tash u interesuan pak historianët tonë se cili ka qenë reagimi i servise dhe institucioneve të saj lidhur me Justiniana Sekunda që kemi zbuluar në Kosovë, që nuk është larg prej manastirit të Graçanicës. Ata nuk kanë pas një reagim negativ, sepse kishin thënë që nëse Justiniana Sekunda është i afër Prishtinës, Justiniana Prima është diku në rrotull mishi. Kemi ne arkeologë shqiptarë që pretendojnë që në fakt Justiniana Prima është vetë Prishtinë. Po nuk e kemi ndërmend të arruminën. Por, domethënë, nuk ka pasur ndonjë lloj problemi shtetëror për këto zbulime të reja, thjesht këto janë fakte të cilat i kanë stekur kundërshtarët tonë, po jetën ku i kanë bërë shumë kundërshtarë vendet mike, të cilat në kuadër të hapjes së turizmit të tyre vizitës së Kosovës, po e shtojnë edhe në planën dëmës. Tjetra që kemi investuar shumë është Filharmonia, institucioni i teatrit të operës dhe baletit, pastaj skenën e pavarur artistike edhe muzikore, por gjithashtu edhe sportin dhe sulmësionimin. Po shkak të tyre në zyrtare 2030 do të na duhet që të ndërtojmë 20 stadiume në 18 komuna, jo stadiume shumë të mëdha, por që sipas standardeve të UEFA-s, dhe që të gjitha këto natyrisht ndikojnë edhe në arsimin në Kosovë, sepse po e lidhim sportin me shkollat, por po e lidhim edhe artin me shkollat, sportin shkollat dhe artin shkollat janë 2 programe gjigante të cilat i kemi vendosur në infrastrukturën tonë të edukimit. Mëtej, jemi përqendruar gjithashtu edhe sa i përket shëndetësisë, përveç kulturës, ku buxheti për shëndetësinë është rrit rreth 60%, krahasuar me 50 më herët. S'po e marrim vitin pandemik 2020 për më krahasu, po po marrim vitin 2019, edhe kemi 60% rritje të buxhetit për shëndetësi, me qast të zonë kjo lista e banave esenciale ka qenë 24 milion euro, tash është bërë 7 milion euro, e në vitin e ardhshëm do ta bëjmë 100 milion euro, po i trajtojmë gjithnjë më shumë edhe sëmundjet më të rralla, dhe pikërisht trajtimi i sëmundjeve më të rralla e ka zbrit udhëtimin jashtë vendit për shkaqe shëndetësore.
Specialistët në shëndetësi i Kosovë i kanë pagat më të larta në rajonin e Ballkanit. Me kujdestari edhe me shtesa deri në 2000. Për shembull, një kujdestari, sikur sot që është dje, një kujdestari 24 orë e një specialist paguhet 200 euro për kasar. 200 euro për kasar për 24 orë, një specialist. Kjo s'do të thonë që s'ka mjek që shkojnë, por ne besoj që kemi edhe kushte dhe arsye për të qëndruar. Tash, seriozati këtyre politikave, kërkesat për licencim të profesionistëve shëndetësor janë rritur të shumë. Të zëmë në vitin 2024 janë larguar nga Kosova 7 profesionistë shëndetësor, por kemi 194 aplikime për licencim për të qenë pjesë e sistemit. Pra, gati 3 fishi i atyre që kanë shkuar janë kthyer. Dhe kemi edhe lëvizje në kapjen tjetër. 3 rezonanca magnetike i kemi instaluar në Kosovë, për 20 vjet kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike, tashin 3 rezonanca magnetike shtesë, njëra është në Prizren, tjetra në Pej dhe tjetra në Prishtinë. Pas programit klinik pas klinike, kemi filluar edhe në spital pas spitali, sepse është kollajmi ndërtuar godina, por kushtet e punës për mjekët dhe infermierët njërë në dhe të shërimit të pacientit në në tjetër, janë thejnë një spital, në kemë godina sigurtiva. Edhe ne jemi përballë në problemet të mëdha, përfshirë edhe infektimet intraspitalore, përse e kanë bërë qytetarën e Kosovës që ta humbë besimin në sistemin e shëndetësisë, por nga dalë atë po e thejnë padyshim. Kemi shtuar edhe shërbime të reja shëndetësore dhe gjithashtu i numër i madh të shërbimeve shëndetësore mbullohen nga shteti. E kemi miratuar në Kuvendin e Republikës në dhjetorin e vitit kaluar, pra muajin e ardhshëm bëhen fiks një vet edhe ligjin për sigurimin shëndetësore, por ai ndodhet ende i bllokuar në gjykatën kushtetuese. Arsimin e kemi pasur gjithashtu në fokus, arsimi i lartë publik është falas, mbi 173 student janë liruar nga pagesa që nga viti 2021. 15 milion euro kanë qenë mbështetje direkte për studentët, ku kemi dhënë kursa sidomos për vajzat që studiojnë në STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Nuk ekziston asnjë investim i qeverisë sonë me kthim më të madh se sa për vajzat që ka studiuar shkencë natyrore edhe konkretisht i kemi dhënë në 7.423 bursa elitare për studentët me notë mesatare në nënt. Janë për fushat STEM janë 6.917 bursa gjithsej, 95% për vajza. Tjetra kemi edhe bursa për studime jashtë vendit, bursa për student me nevoja të veçanta, e kështu me radhë, bursa për komunitetit jeshunic, pra ata që nuk janë shqiptarët, e kështu me radhë. Gjithashtu kemi investuar shumë në qerve, janë 73 qerve gjaty me 4 viteve gjysmë, që ose janë ndërtuar, ose janë në ndërtim të sipër, ose në hapësira të adaptuara. Duke të pabesueshme, po për 17 vjet para qeverisë së sot, gjitha qeveritë bashkë i kanë ndërtuar veç 4 qerve. 17 vjet të dhe ka shpërto 4 vjet në shkallë të qerve. Edhe atëri pse nuk janë më shumë qerve, se kryetarët e komunave nuk bëjnë kërkesa. Kështu e kemi një problem. Komuna ka nevojë, por nuk bëjnë kërkesa kryetarët e komunave. Por 2 fusha ku ne kemi investuar me fokus të veçantë, nuk kemi pas kërkesat mjaftueshme prej komunave. E para janë qerët për fëmijë, edhe e dyta është banimi i përballueshëm ose sistem. Banimi i përballueshëm për çiftet e reja, ku me kamata të lira shumë vjeçare, me kamata të ulta për kredit lira shumë vjeçare, mund me marrë banesë në çiftet e reja, dhe në anën tjetër
banimi social për atë të se nuk I kanë kushe të digniteshme të jetesës. Sepse shumë popullsi në Kosovë ka që kanë shtëpi, por në shtëpi nuk është jetesa së çdo. Edhe banimi social dhe banimi I përballueshëm janë për këtë gjë. Po për këtë neve na nevojitet bashkëpunimi me komunën. Ma shumë se gjysa të mëna të Kosovës nuk kanë apliku fort. Edhe kjo është arsyeja pse kemi ngellur pak brapa. Tash, po kishim kërkuar të gjitha komunat për një herë, nuk e di sot kishim arritur të përgjigjem, por është gëmi madh që oferta qeveritare është më e madhe se sa kërkesa komunale. Përveç arsimit, kulturës edhe shëndetësisë, jemi përqendruar shumë edhe në drejtësi, por aty një problem që kemi është sa është një shtyllë veçantë për shtetin. Këshilli Prokurori I Kosovës, Gjykata Kushtetuese, Këshilli Gjyqësor I Kosovës, Prokurori edhe gjykata themelore e ato papelit të drejtë e Supremja janë një shtyllë e ndorë për shtetin. Kosova I ka diku më 200 prokuror, I ka 400 gjyqtar, nuk po them që nuk ka të tillë që s'kanë bërë punë të mirë, por përgjithësi na nuk kemi të kështu. Nga një herë më bëni prioriteti, nga një herë më bëni kompetenca, nga një herë të tjerë. Po, bëhet avancim sa I përket hetimit edhe gjykimit të krimeve të kryera gjatë luftës Kosovë, por kemi shumë kohë të humbur dhe besoj që është një çështje që po e marrim me urgjencë, pikërisht për shkak se një numër I konsiderueshëm I dëshmitarëve po mblaqen, po vyshket kujtesa e kohët të tyre që po vdesin. Prandaj në përndjekjen e kriminalëve të luftës është shumë e rëndësishme që prokuroria e gjyqësorit të vetojnë sa më shumë sa më shpejt, është pakrahasueshëm më mirë se sa më herë. Ndërkaq për krimet e korrupsionit edhe ato të organizuara nuk ka fotokërësi. Unë besoj që nëse kemi diçka që si shtet kemi ndjesur shumë, është në dënimin e kriminalëve me vendime të formës së prerë, sidomos atëherë kur krimet janë të mëdha prej zyrtarëve të lartë. Është për ta keq që Kosova vazhdon me përparim në aspektin demokratik e të lirisë dhe të rritjes ekonomike, por nuk ka asnjë pesh ka qenë krimi të organizuar për patrinë. E tash, ne nuk shkruajmë si qeverie, si kuvend, e si president, ka bërë me punë në prokurisë të gjyqësore. Nëse ka nevojë diçka për neve, na përmirësojmë infrastrukturën dhe I përgjigjemi kërkesave të tyre. Po ne nuk mund ta zëmë vendin. Kjo është një ndër arsyet se qytetarët e Kosovës ende nuk besojnë mjaftueshëm në sistem. Se nëse drejtoren ka pallati I drejtësisë në periferinë të Prishtinës, shumë prej tyre kanë përshtypjen që drejtësinë e kena shtërë, edhe nuk e kanë bindjen që prej pallatit kanë dalë më të kënaqur sa kanë. Kjo është një sfidë e madhe për muajin edhe vitet në. Përveç drejtësisë, ne natyrisht që në kuadrat e ekonomisë jemi përqendruar tek ndërmarrjet publike dhe tek energjia. Tek ndërmarrjet publike, 7 ndërmarrje publike qendrore, më shumë se gjysa kanë kryer me humbje. Vetëm 2 kanë bërë pakun. E tash, më shumë se gjysa punojnë me fytyrë. Dhe kjo është një ndryshim I madh sepse tregon që edhe një qeverisje social-demokrate mund të menaxhojë. Dhe prej diku në 60 milion euro humbje që kanë qenë, sot janë 180 milion euro. Të por edhe kemi zgjedhur menaxhmente sipas meritokracisë. Është rritur numri I gradëve të përcuara, numri I gradëve në përkeqje dhe kanë ardhur që të jenë më shumë profesionista në ndërmarrjet publike. Por
zhvillimin më të madh, çarkullimi I bizneseve në Kosovë ka rrit për 80% krahasuar me vitin 2009. Në krahasuar me vitin 2020 se dekalon shumë. Vitin 2020 nuk ka qenë vit normal. Të gjitha vendet e Evropës janë përfituar pandemisë, ka pas tullje ekonomike. Me krahasuar me vitin 2019, 80% është rrit çarkullimi I bizneseve, dhe mund pej 12.5 miliardë në 22.6 miliardë euro. Dhe është interesant që 6% të bruto produktit vendor e përkojnë kompanitë e ndryshme të teknologjisë dhe informacionit të komunikimit. 6%. Është duke lulëzuar sektor. Në Kosovë ki 3 edhe 3 që jenë më pak se 20 vjeç e që morën paga më të mëdha se 30 euro. Edhe ata nuk kanë llogari me ardhmë në Evropë perëndimore. Sepse në Evropën perëndimore gjysma e pagës shkon për qira. Në Gjermani. Në Kosovë jeni shumë mirë që 90% popullsisë banojnë në pronat e veta. Në përga struktura ekonomike jemi popullsi e pronave të vetë. Startin e kemi shumë përshtatshëm, si startin gjera. Nështë s'ka njerëz me prona shumë të mëdha, sikur se vërtet, kërse të zohë të na. Nuk është si përëndim pronave të vajtë. Me po në anën tjetër, nuk ka në përëndim shumësi të pronave të vajtë që shkronë të sotë. Edhe që është me madhësinë e popullsisë. Prandaj, këtë të regojë shumë efikase për numër kompani ku janë ka legjimit. Ajo që kanë fillu theme me kalu dash, është me kalu prej jetë themi business process outsourcing, se me rëtumë më shumë, se ekonomistët tonë nuk po përnojnë një aftushëm me dojnë gjuhën shqipe, kalore në terminologjik të avancimeve ekonomike dhe teknologjike. Pra prej asoj që një kompani amerikane apo gjermane e ka degën e vetë në Kosovë, dhe ne me punu për ata ku ata morën pjesën më të madhe profitit, me kryu një ekosistem për në Kosovës, që me fillu qarkullimi I madh I faros më reflektu edhe në akumulin që të një më të madhe të kapitalit. Kjo ka më qenë sfida e Europës. E ne kemi parapor që 1 miliard euro në mandatin e arshëm 4 vjeçar, një nga për proletari si mbështetje për kreditimin. Në anën tjetër, 1 miliard euro për ushtri, dhe asnjë vit mos me qenë në më pak se 1 miliard euro shpenzime kapitale. Vitu kalut ka qenë viti më I mirë sa I përket shpenzimeve kapitale, 654 milion euro, vitin 2020, dhe prej vitit dashëm kemi paraparë në bugjetin për vitin dashëm që jetë 1 miliard euro. Bugjeti I vitit dashëm është për 4 miliard euro, unë di që është në shifra absolutë në përshmirë me terminologji, por paramenojnë që në vitin 2021, bugjetin që kemi trashëguar prej qeverisë Bahotit me Ministrën e Financave Fikmire Bajrami ka qenë 2.4 miliard. Pra prej ty ne kena marrë bugjetin e shqipë 2.4 miliard. Vitin arshëm, bugjetin e 4 miliard. Pra 1.6 miliard më shumë, apo për 2/3 më shumë se sa para 5 vjet. Për 5 vjet bugjetin edhe 5 konsorciumet e përpare kanë aplikur për parkun solar për 100 MW. Ne kemi vendosur çmimin tavan. Çmimi tavan ka qenë 75 euro për megavator. Dhe kemi thënë që për 15 vjet garantojmë që ati produksi ja vjen në energjinë. Por në njëjtën kohë, në tokë publike ja kemi thënë për 30 vjet kushtëse. Dhe me këto kushte kanë bërë gara në mënyrë komplet transparente dhe digitale, një ekran të madh, ne vetë I kemi bërë rezultatet, ato duke e rënë për nga çmimi, sepse ofertojnë mëndim, dhe në fund kemi arrit
më pak se 4 euro për 1 megavator, më pak se 30 euro e jap keku, ma njërë se keku në Europë Store. Më njërë se 30 euro për 1 megavator, në rrasht me parëshën solar, dhe tjetë 1 megavator, saksisht 48 euro 88 cent për 1 megavator, dhe ka këtu një konsorcium Kosovaro-Gjermano-Svisra, Arlak. Pra, të nga të diaspora jonë po pishët në Kosovë. Ne nuk po kërkojmë nga diaspora jonë me sakrifiku për me kontribu. Po kërkojmë me investu për me fitur rajerë. Sepse Kosovë vërë dhe shumë në investim. Edhe unë nuk e di këto kushte që kemi të njëra për investime dhe ka me qenë dhe nga zërë tjerë. Sepse qarë të zi fuqia këndore që është e hirë Kosovë kanë rrë të shtetu. Ka me qenë që shtu nga zërë. Tash e kemi një rini tjasa konshme, të talentuar edhe energjike. Dhe si fuqi këndore është rrët kështimi. Mas dhe tjetër, një dhe tjetër. Jo se sistemi tatimor është tjetëri përshtashën në këtë aparata, ka zënë tatimin tabra personale dhe 20%, tatimin bildin për prada me gështëpare, edhe kemi një rrugë tatimin për gjithë ata që përdojnë e eksportojnë, ata që importojnë makineri produse dhe ata që importojnë dhe në parë. Ka dhe i kohë sot, një kompani nga Zvicra, me qenë një fabrikë mobileve në Kosovë, me morë drunin për Austrisë edhe me shqipë kuzhinë në Zvicra. Që mëndojë? Ujësia këndore e lirë, energia elektrike e lirë, qiraja shumë e njësë në Europë, edhe kjo është një dritare e mundësishë, plus me fondin do për garantime e lire, dhe me dritare për diasporin që kemi, është një shumë shumë e mirë për investime. Në Kosovë, nëse e krahasoj me marsin e vitit 2021, vjeshtën e vitit 2025, numri i bizneseve të regjistruar është rritë për 26%. Ndërveç, a din sa është rritë numri i bizneseve në pronat ujë? 55%. Çka i vjen kjo? Kjo i vjen që kompanitë e huja jetë të vizje kompanitë tonë. Edhe kjo është mirë, se tregon që jemi një vend në të cilën ujë po investojnë. Investimet e huja jeni e kjerë të shumë. Natyrisht një pjesë e madhe këto investime të drejte janë banesa që i vjen më lata jonë, ose pak në shmëri në përgjithësi në Kosovë, për një pjesë e madhe janë në investime të tjera në shkëllim ekonomik. Pse? Se kohë sot. E unë kisha dojë që qëto kompani të huja, që vinë në kompani tona, edhe aty me fillu më rritë përqindje e kompanive të huja që në faktu në diasporë. Pra, të huj për i dhejë kompani tona. Kjo do të se ka me vërdimi të kompani tona, andaj të qenë mirë, të gjithë të se të një të interesuar që në një pjesë biznes të një këto, ose që e një të këtë, që ka një interesim të 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 ty të regojnë ka shqyëzojnë në Kosovë si mundësi, sepse tjesht në Kosovë fido. Në Kosovë një vend, ku duhet me investu për shkak të patriotizmit, e nëse dhe 0-0 në fund në do njësë. Jo, nuk është ma shqyëzojnë. Tjesht sot, nuk ka ma asë një biznes që mundet me darë, edhe me thonë, që një minister, anisërës minister, anisë kryeminister, anisërës kryeminister, atë çfarë do këshilltari i kabinetet tona, i ka lyp rishfet në fillim për në marrë një punë, ose haraç në fund për në dofë. Nuk ka. Në vitet të vjen, të dofë në bashkërëtar, e shka në ndurë në Kosovë, është një ndërtu 5 dita të e. Kosova jo në dashur për si një pjatë të këtyre për njësë. Ju nejtë dalin të. Kosova është 10.000 km në orë, afer 11.000 km në orë. Po para përsisht i vjenë si një 4 orë, 100 km në 100. Ose pak ma shumë si Romë, po 100 në 100. Dhe ju nejtë që buroj
ardhme për një ndërtu, me i planifiku para pakisht këto diga dhe qena kryuse, është shumë mirë që dhe vijë biznesit nga diaspora, e bashkë me biznesit nga diaspora, edhe biznesit ati vendi kur diaspora. Sigur kjo për shkak kompania Arlati në Albec, Arlati nga Kosova bashkë me Gjermanët në Sicilë, ose këtu kompani të shqiptarëve bashkë me kompania të Sicilë. Unë besoj që kjo është mënyra më e mirë për më lidhë edhe më fuqishëm me vendet e NATO-s e Bashkimit Evropian, për me pru kulturën vendimore të punës dhe një situatë ku përfitën edhe shteti edhe investor. Këto 5 diga dhe te e rësishme e në bazë të një parastudimi jenë nevojshme edhe 4 diga tjera për vështime kashë. Operatura nuk në bazë studime e fësit. Investimi madhë do tjetë edhe rruga Prishtinë-Dos. Na e kemi autostradën Prishtinë-Dos, për nuk i kemi këtë rrugë. Do të merit portin e ardhshëm të ftatë të Prishtinës me portin e ri të Dosit. Dhe brenda me qena e segmenti Gjakov-Shkodër, sepse edhe Gjakova është lënë padrejtësisht anash, por dikosisht edhe Shkodra në të pije të padrejtësisht. E lidhja Gjakov-Shkodër është tjetër rëndësishme për të ardhmen kulturore e zhvillimore të popullit shqiptar në përgjithësi. Dhe tjetra që duhet të pojmë padyshim është edhe investimet në kapacitet energjetik. E kemi termocentralin Kosova A dhe termocentralin Kosova B, që janë shumë të më shumë, njëri ndodhet në dekadën e 5 të jetës, tjetri ndodhet në dekadën e 7 të jetës, shpesh ka prishje, po i bëjmë reparimet, investimet më të mëdha në termocentralin Kosova B janë do pikërisht në këtë mandat. E kemi brenda General Electric të Shtetit Bashkuar të Amerikës së Bashkuar dhe gjëra të shkojnë shumë mirë, por do ta shqyrtojmë edhe mundësinë e gasifikimit të linjës. Nisë në fizibiliteti, në mënyrë që ai pasuri që e kemi që mirë në Kosovë, disa thojnë prej 10 deri 14 miliardë tonë linjë kemi. Edhe këtë linjë të rezervat e dyta në Evropë mas Gjermanisë Lindore. Të shikoj mundësinë për shfrytëzim sa më të pastër duke e gasifikuar. Po shumë kollaj eksploatimi i linjës në Kosovë, sepse për të nxjerrë 1 metër kub linjë, nevojitet vetëm largimi i 1 metër kub vlejtë. Ndërkohë që raporti në Gjermaninë Lindore është 1 vlejtë. Do të herë duhet me jetë vlejtë më shumë për me morë një se gjëmi. Jenë rezervat e 5 në botë, tash ai edhe ashtu në ndodhë, por me teknologji më të avancuar, mund të në ndodhë shumë më pak, nëse e bëjmë klasifikimin, për të bëjmë studimin për katës të fizibilitetit. Do të vazhdojmë me parkun e erës, do të vazhdojmë me kogenerimin, të parku e erës të kemi 2,75 MW, pra këtë që njihni bashkëdhetar tonë, mesh të tyre norvegjes ose të tjerë nga Evropa e nga Amerika, që janë të interesuar të vinë Kosovë për prodhimin e energjisë elektrike nga era, do të kemi 2 ankonde nga 75 MW, edhe më tej 75 euro dhe tjetë çmimi tavan për 1 MWh dhe 15 vjet shteti garanton që krejt çka prodhohet e tej, pra së në të bashkë, plus toka do të jetë publike dhe të në shfrytëzohet për të rëdhjet. Çdo herë kur i kemi investime në tokë publike, po shkon më shpejt. Kur po kemi punë me shpërndësime private, gjërat po shkojnë shumë më vështirë. Dhe një pjesë të madhe të problemeve që kemi me ndërtimin e autostradave të rrugëve, e kemi pikërisht për shkak se diku kemi pas tek planifikim, e diku tjetër kemi pasur edhe probleme të vara me shpërndësime. Se do të bashkëdhetar me keqarën ju të them që kur jemi planifikuar për rrugët për ndërtu në Kosovë, në kaluarë, ata mas pari kanë kapsu për nërëve ka gjeru. Kështë problem. Dhe kanë kapsu për nërëve ka gjeru. Edhe masanej, shumë për tyre kanë shkuj, kanë gjej proma rrëtë. Edhe mandej kanë shumë stratosferë shmine. Ka në s'ka rrugë eqë.
që ne i interesuar që të bëjmë rrugë, domosdoshmërisht të dihet gjithçka ka i ajo rrugë, nëse se lëbron, por dhe sa më shumë të përpron rrugë. Këto ura që i kemi ndërtu milioni piva, por na thonë pse atë i kemi ndërtu kaq shpejt, e diku tjetër s'u mbërrit, se kemi ndërtu me dorë publike. Si t'jetë prona publike ky është, si t'jetë prona private, shkon tërkuza e shumë gjatë, ne po përpos naj mos pajtim, 5 vjetë që ka të gjitha. Kjo është problemi i që më i madh që kemi. Prandaj, në prona publike do të vazhdojmë të kemi edhe më tutje, parë historiare dhe parë për përdimin e energjisë elektrike. Me të puna në pronë private nuk mund krypu. Andaj do të vazhdojmë me strategjinë tonë për energji të gjeneruar nga politikë të prishme 2022-2023, që parashet në shtu 1300 MW gjithsej në gjenerim, dhe natyrisht edhe kogenerimi është shumë i rëndësishëm, kogenerimi i cili audullin e termoelektronave e shëndron në drogje qendrore për panesat e qyteteve tonë. Gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare, gjithashtu kemi arritur që ta lartësojmë shtetin tonë edhe në aspektin ndërkombëtar, përveç për liberalizimi i vizave, jemi në dy organizata ndërkombëtare që kemi antarësuar dhe kemi 3 njohje të reja, nga Sudani, Kenia dhe nga Siria, por ajo që është rëndësishme është serioziteti në cilin tash merret shteti i Kosovës. Tash kemi ankesa prej kundërshtarëve tonë, po dhe njëherë dhe ministrëve tonë, që Kosova po shfaqet më e rëndësishme sa që fakti është. Besoni, kjo është ankesa që ne paraqitet. Anglisht e kanë tani kanë shprehje e thotë you punch in above your weight. E vjen si një bokser, i cili është kategorisht 1 kg, por shkon në konsum ata për të. Ne puna pjetojmë. Vetëm ankesa kanë thotë që jemi një 6 milion banor, forca doli nga lufta, pas luftës pa korrupsion, por do ta shkoni herë. Do të shkoni valoj kjo vjen edhe vjen në rajon. Që tonë drejtor alisor, po nuk jena në disa shtete tjera që e lojnë keq në prospekt, sepse në duket që Kosova është një paraqit shumë më e rëndësishme se sa pesha e saj objektivisht në aspektin e ekonomisë, territorit e policisë. Por kemi filluar edhe me blerjen e ambasadave, kemi bërë ambasadën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi bërë ambasadën në Mbretërinë e Bashkuar dhe gjithashtu kemi bërë një farë reforme të shërbimit jashtëm, edhe kemi rritur numrin e marrëveshjeve kombëtare për digitalizim në shërbimin tonë të jashtëm, por edhe për inkuadrimin e atasheve të mbrojtjes në për ambasadën tonë. Se ma herët ka qenë vetëm atashe e forcës sigurisë. Kemi hapur një mision special në zemrën e shkollës. Misionin e parë në Koloni e kemi hapur, kemi hapur ambasadën në Kolumbi, edhe kemi ngritur statusin e zyrës Kosovës Greqi. Ambasadës në Belgjik po është dhënë status i avancuar, ambasadës së Belgjikës në Kosovë është dhënë status i avancuar për nga zyrën e ndërmjetësisë në ambasadë, pra ka shumë kërparime se duket të vogla, po kur bëhen bashkë, sigurisht që janë substanciale. Është bërë liberalizimi i vizave me Emiratet e Bashkuara, Taiwanin, Brunein, Izraelin dhe Tajlandin, gjithsej i pas kemi 300 marrëveshje ndërkombëtare dhe 3 institucionale karaktereve ndryshme. Kemi adheruar 4 konventa ndërkombëtare dhe antarësimi që nga saktë në 13 organizata ndërkombëtare. Po ashtu, me zërës këmisë në 2018 me diasporën dhe në Revolën, e kemi përfaqësuar Kosovën
vendi tjetër I cili na ka kundërshtuar. Tash kemi do të thotë që ne kemi rrezikuar partneritetin me aliatët edhe me partnerët tonë, po megjithatë e kemi rënë tekstin në një kapitull I ri, ku para se gjithash ne jemi përfaqësues të Republikës Kosovës, apo Kosovës, dhe vetëm vitet bazë ne ndërtojmë miqësi dhe aliancë. Tash në vitet 4 vjeçare në ardhshëm, natyrisht do të vazhdojmë shumë punë të mira, por para se të vazhdojmë punë të mira, do të zgjedhim. Nëse nuk e ke shumicën vetë. Me qenë se automatikisht edhe ata që nuk janë në një tjetër kundër te e bashku. Tash kjo nuk është racionale, po për fat keq jemi në një situatë jo vetëm tani, por që nga viti 2021. Që ka shumë I nërë të qërësi në politikën. Dhe nuk është halën heqë. Po në që është realitet. Edhe unë besoj që kjo lidhet shumë në vitin 2020. Ju e dini që në fund të marsit vitin 2020 në ka të nëvëzot. Në zgjodhe njëherë me 66 vota, me 3 shkurt 2020, mas kazë të vetë më rëzuni me 8 në vota. Qa me po? Në vërdoha. Dhe ata këshën pas minutë që në stena më kur. E ma një u këtheva. E kur këtheva këshën pas minutë që më zëjba. E u zërzoha. Vjesht mas Bramere, u bojnë nështë të nga dhe vjetë, tatë të rëthënë janë 4 vjetë e 8 mujë që jenë të tyrë, herën e parë mandatë ka qenë tepër në shkullë, që herën e dytë tepër në gjallë. Ora dojtë të mandatë taman, pas në shkullë. Të gjithë, si shpa ka dhvina, të gjithë që të sërë nuk dhe të venit pas krishtinje, se për krishtinje, si dhe mos për vitë të ri, që zakonisht bojnë bashka dhe balë të nasër, e di që shumë për juve dhe punëm, e keni dhe mundësi që të votoni qoftë me kozë në adresën e KQZ-s, ose në adresën e KQZ-s, ku dhe që janë për Evropë, që dhe të në rëgji, por ekziston një adresë e KQZ-s në Osë. Për të zjeri, ku mundi me votu në kozë, ose edhe fizikisht në ambientet e ambasadës, konsulatëve, ose ku dhe që janë caktuar hapësira për mundësin e votimit. Nëse nuk vendosin në Osë, nëse regjistrohuni për të votuar me kozë, ose këtu fizikisht, atëherë nuk jeni të votoni atje. Atje e janë I veç për fesë me vitit 30 si do rësto. Por nëse regjistroheni, ta dini që kush nuk është regjistruar, ka afat vetëm në revelatën gjatë e tonë. Për shtetën në zishën e shkatrimit e regjistrimi, ata që nuk bëjnë revelatën një sekretë dëzor për të votuar në Kosovë. Dhe votimi
projekte edhe investime të mëdha kapitale, ashtu që qytetarët e Kosovës edhe ju këtu keni sa më shumë mirëqenie në komunitet, sepse ne dimë që pikërisht kjo është njëkohësisht edhe mandati të shënurëve të kombit e Justisë Qytetare të Kosovës, po edhe në anën tjetër janë edhe dëshirat e rinjtë e ëndrat e fëmijëve për të ardhme shumë më të mirë se sa koha që kemi kaluar. Faleminderit. Cambarul programul. Mașu. Haideți acum școală, sustați pe ministru, na dy qytetet në Hanin Mazdorës. Ajde, shkodra se ne kombin Mazdorës dhe ziherë, ose në Hanin. Merci. Në rëmë zoti ministre, e unë të smasë, në më këshirë shqiptarë në rëndi përës. Këshirë shqiptarë në rëndi është i organizatë të kriju me iniciativës të lidis të organizatë shqiptarë në rëndi. Funksionimi është bashkëpunimi në lidhje për të cilë dhe ardheja dhe traditave tona shqiptarë në rëndi. Po është lidhja e diasporës tonë në troje tonë, e shqiptarë Ballkan, dhe forcimi jonë dhe bashkëpunimi jonë. Ne, për këtë gjë, falenderojmë shumë në shtetet që nga bërë për Ambassadës Kosovës, zorin të rësë. I falenderojmë të shumë, ka kanë në organizimin dhe në federimin të në qypë të rime. Po është të duhet më përmend edhe ambasadorin në Nacionit të Rejve dhe kërkush që kanë në shumë, po e lanë mjenon edhe ambasadër e Shqipërisë në Stockholm, që ka përgjësi për Argentinë, dhe thëmë plotoj që instancat shteteve tona kanë bërë maksimumin dhe bëjnë maksimumin që diaspora shqiptare me organizu edhe në fletë. Me dhimu edhe në kontribu dhe lidhje. Unë një bajtjeje në emër të këshirë shqiptare të Norvegi, non shqiptare. Votoni, merrni pjesë votime, bani detyrën tuaj qytetare. Është e vetë një mënyrë kur ne kena të drejtë në fort, me votu. Dhe të gjithë që votojnë kanë të drejtë në fort. Unë të votu nuk kena të drejtë në fort. Unë të të kajtë në fort. Unë në rëjë që zgjelljet edhe procesi Kosovë jetë një proces i marë, jetë një proces e regu, dhe uroj që 2006 jetë një vit që në fillu marë për Kosovë. E në shkollën kene e zakonë që mësafir kur vinë, nuk kena qetë një njësë të urposh. E kur mëdova që mësafir e kërë njësë të Kosovës, duhet të dhanë një dhërat që mund të dhe me deklarunë, të dhanë një dhërat normale. Se jam e rritë me të rraftë, në përdorë. E të pas parasysh që kryeministri jonë është i Kosovës, fletë shumë për kombin, edhe këtë flamuri është aje që në banë e tonë me të. Duke ditë edhe lidhje specifike kryeministrit me Norvegi. Ndryshë për qenë në tjerë. Unë me dhejtë që në dhurata ma e mirë është një klub të thjeshtë. Unë shpresoj që kryeministri ty të plus ka me vesh kohën e lirë edhe ka me dhunë për vesh kohën e lirë. Edhe
dyshim, tashti, ky liqi ne respektojmë dhe dona fort, por në puna me lënë njënon edhe atë që ka bimu, edhe Gjakovën, përveç se në kohën e gjatin, unë oj ju jep dhe një plus sekretari. Po dyshim edhe ka prind të rolin edhe prodhimin e madhe, edhe një plus. Përveç që duhet me votu pa tjetër, në sa e këtu në zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë qenë në rreth 700.000 të regjistruar në Norvegji për votim jashtë vendit, është me rëndësi që nesër këtine 20-30.000 shqiptarë sa jemi me mështu numër disa fish ma shumë, edhe është me rëndësi shumë me votu në ambasadë, së është një mënyra me sigur, ose fizikisht Kosovë. Të janë dy mënyrat ma sigur, dhe se sa në punës. Vetëm këta ta kemi parasysh, edhe është me rëndësi ne po ashtu me shpërdo familjarë. Tjetra që do është me cikë, da këna kalu 3 runde të zgjedhjes së dhe, zgjedhje parlamentare, si që dini, ma dhe lokale të 2 runde, edhe ma nëvujtët se cilë më qyrë mundësi për me bo donacionin për her. Unë për një kam dërmen me jep 2.000 euro, asa është e moshme me jep 2.000 euro. Për mundësin se sa mund në maksimumin me jep se cilë. Ju sigurisht që varet se cili sa e ka mundësi, se nuk ka mundësi të njëta, unë jam në 100% të vëdhëm, po është në rëndësi që se cili atë sa mund të njërë. Sidomos të qërë është në rëndësi në ndarë 50% se kemi pa që në shumë të nuk më jaftën. Në duhet 50% të shysh, për që ata registrem mundësisht edhe donacione, mundën me i gjithë në faqën tonë vetë vendosje.org, i falenderoj shumë kaq. Kemi kohë 25 minuta e kom në aty në përse shkullë. Jam se si joha nga Kasani. Sot jam tu për një qëllim që këto mërgjimtore nga Kosova, kudo që janë, i sugjeroj që në zgjedhjet e 21 dhjetorit ta votojnë lëvizjen e vendosjes. Dhe ajo të merë votën maksimum. Mirë që të zgjidhët asë një problem edhe qeveria e ashtë. Unë kam unë këtë qëllim e kam për shumë arsye, por si arsye kryesore i ku morë disa. E para është që me sakrificën tuaj dhe guximin tuaj të madh sot qytetarët e Kosovës e kalojnë lumin ibër pa problemi. Shumë në rëndësi janë mosa që ju i mërë kundër kriminalëve sërbë, të cilët kriju
terror në vëndës dhe sot. Ju keni merita shumë dhe kam shumë e fortë për juve, por të përsej paka shumë kohë, se me siguri po edhe në një. Une, tjetra është që juve i keni bon rezistencë të gjithë shqiptarëve, edhe të tjerëve që kanë pas mendim për ndarjen e Kosovës, e Mitroviçës dhe bashkimin me Serbisë. Për të keni rezistu, keni marrë masat e nevojshme, edhe keni qenë edhe të kritiku në e diketë, por guxim tari edhe djetari nuk shërpejt. Aty ku e ka të ju keni qenë guxim, s'keni shupej, jeni ballafaqsu edhe me politikën e jashtëm, edhe me atë mbrëmshme. Mirë po, guximi ju dhe drejtësia ju, herë të përdor, ka më vërtetue, kanë më kuptu edhe ato që nuk në dojnë, valla ato të cilët në kanë kritikuar. Kam këtë rifjarë për opozitën. S'kena dhe shumë kopac. E di qëllimin kryesor të opozitës se është pashku. Aja pashku vetë në vërtetës një qëllë, për ta marrë për të qeverisë vetë. Dhe ka zhvillu propagandat ndryshme, antidemokratike, kundër jush, po ju e një njeri i drejt, i sinqer, gëzimtar, për një konshpës politikë e sot. Unë më s'ka gjatë më shumë, ju falenderoj. Daritorat e juaja dinë, animës kanë medikamentin, por kanë zhvillet sociales, pari në vigjile e festave të kontorit. Dita është jubilare, kaloi një vit nga takimi i fundit. Pyetja ime shkurt është se si do zgjidhet e një përgjithshme si tem ajo njëja goriane e sistemit prokurorial, që është pengesa kryesore të gjitha projekteve nismave shumë të rëndësishme për atë kohë. Ju falenderoj. Më bani pyetje. Unë nuk kam pyetje, unë do të më lypë për shumë një së interesant. Në të tjetën, unë kam shumë nuk që nga pjët pak dhe këtë unë. Unë për luta, unë për luta veç që nuk dhe në shumë dhe do njëtën, po veç votën. Sa të mundi, ka ta njofni, që është i Kosovës, që ka krejt vote. Në smetën me shku me të poshtë, se për që shkuhupin votat tona, i shpadhin pa veshme. Ju lutam, deshe me pështu Kosovën, që është pasë një. Kaja gruja. Po. Ja, e këmë në dardano. Unë të shumë, e jo, se një me bo ka shumë, sa ke me bo. E ku di që ka me ka. Që në rëmë të një pozë në njësa herë, edhe di që kemi qenë ofërti, edhe nuk e di pse, unë e një gjek, e di dëshmërin e juve, e di një tjetër, inteligencën tash që këmë këtu. Pse e komo mikrofoni është që, për do më thonë se unë nuk ujnë këtu,
shumë problem kjo. Unë kom qenë në Kosovë, kom bu kërkesën për shtetësi, më kanë përgjigje negative, pa për farë baze. E kom gjetë një avokat në punës Facebook-ot, i cili ka bu kërkesën shumë të mirë, pra për përgjigje s'ka pas. Kom qenë në Kosovë në ngusht, këtë vitet, ju më du me pas kontakt me Ministrinë e Brendshme, s'ka pas shansin në më përgjigjë. Po kërë në filtrën e parë, kërë më ka përgjigjë një samën, që ka thonë se kemi qenë të gjithë në komisionin e kanë shkaku, e kanë gjithë të të komision, vjen në mas të 200 vetave në janë të pashqyrtumë. Nëse nuk e banë kërkesën prapë, ose shtukjen e sfikisme për të në Shqip, ato e ka bërë të fate, edhe e kom dëshmi, po prapë kur gjithë s'ka ndohë. Kjo po në shumë, në të 200 vetë janë se janë të pashqyrtume në ngusht të këti vite. Edhe kërse e kom thirë, jo këse kam punë, unë nuk kam përgjishë. Edhe këto po do më thonë, fjallemi dytë ka qenë e fullit për të qenë këto, sot është smutë të narë, më tha, deri sa se kom po albi kushten, atë unë nuk isha mu besimin se Kosovar, ka mu po diqka, se do njerë kom këtim në Kosovë, po për asaj vite e kam të besim. Ndërkohë që jemi duke marrë përgjigje, ju thoj që ju që dëni të interesuani në lëvizjen e vendosje, mund të kërkohet të kaloni dhe të regjistrohet. Hajde. Unë të bëjmë të të Ne kemi pa një pas tjetër të shkurtit të viti, edhe të gjithë po klasin se faktikisht të kërkojnë me fitu 50%, edhe opozita, por edhe divide vendosje. Mirë po, hipotetikisht, nëse nuk fitohen ta, kemi pas, jeni mundu me bërë qeverin me partica. Aty janë diku 10 vendet e rezervuar për partica, jo serbe. Faktikisht janë 10 parti. Ka që duhet mire veç me 10 parti, ato e një individ për në që parti. Shtu që nëse pajtojnë me një parti të madhe shqiptare, e që shumë lehtë, ma lehtë se sa ata të lipin, se filat ata të 10 parti të lipin nga një komuna apo diçka tjetër. Kështu që Bedri Hamza, që ka dalë është kriminalistë dhe tjetë nga partia PDV, dhe ka thonë se nuk ka vjetë kuqe. Me sa diu në politik nuk do të këtë vjetë kuqe, sepse edhe në politik ka matematik. Si ke numrat nuk mund të përbazë gjë, pa numrat. Edhe kështu që... A paramendohet dhe një bashkëpunim, pas zgjedhor me parti shqiptare të ndaja. Kjo është këtë, unë jam nga Tesova, nuk kam drejt vote, mirë po jam për krasi juj, për i krasi të vendosjes, për krasi gjitha aktivitetet që kanë gjithë në Kosovë, aktivitetet shqiptarë që kanë ndosë në Norvegi. Kjo është piti hipotetike, edhe pse dikush do të nuk i pëlqen, mirë po mund të japë shpërtije ty e jo ata tjerë. Shpërndet. Pyetëm nga S'ka kohë mos u mshel salla. Ma afër. Mirë është veç ma afër maja. Formulat e votave në Kosovë janë të çuditshme. Norvegji votohen çdo parti e ka fletën e votimit të vet. Edhe për shkak kur votojnë e kanë gjyrën e vet, edhe fletën e vet të votimit. Kurse në Kosovë është 1 kilometër ajo faqja e votimit, edhe shpesh herë njerëzit bojnë, jo që ka bojnë, po bojnë falsifikime. Unë për vetis nuk ju besoj KQZ-s konkretisht, se i do Norvegjia e ka shumë të thjeshta, shumë të mira, do partia ka vete, do partia, unë për veti, ka pas rast, e kom shumë pacientin, me votua, a e ka thonë në kuqin, në gjyrën e kuqin, po e votoj partin e punës. Të kaltëtën, a
ka kurset e na, është fletat e votimit e ka konfluar konkretisht prej Rusie edhe prej Serbie. Nuk janë fletat e votimit të Evropës. Të lutem, stani ato fletat e votimit duhet të njështohen edhe të bëhen falsifikime se KQDS-ore vetë vërtetisht nuk i besoj. Nuk kam qenë Mitrovic, kam qenë Prishtinë, do marrue ata të cilët ishin që nuk Andrea, sono serio, falsifikime ata ishin për kafë një shkru flejtë dhe votimit. Edhe për divorën të kanë shtatshme dhe jo si të tashme. Hajde. Pyetje, konkretisht shkurt. Minister, ishte keni ardhur, jemi mësu që shumë herë që të qumë më shpaj që qëta dineta se Roma, shumë herë e dëshëm kërë opozita të në pajtuatin të që në juë të diçka në shkoj të si duhet, të që ka dini ka faje. Kom duke sot i ki faje që nga punë e bore. Bora në vëzi. Si e vlerësoni aktualisht pozitën geopolitike dhe geostrategjike të Kosovës në rajon, sidomos në raport me tensionet balkanike dhe rivalitetet mes fuqive të mëdha. Kjo më intereson. Ju Exato. Praktikisht për ato e di që do të ndryshojnë gjërat dhe pikërisht kjo është arsyeja pse e bëhet shumë të egër edhe në raport me një tjetrin ku organizojnë shkarkimet paligjshme, por çështjet do të shkojnë në gjykatën e apelit edhe në Suprem atje. Unë besoj që në ligjin tonë për Këshillin Prokurar të Kosovës në mos të madhe rregullohet çështja, por kurse ashtojmë edhe vetimin që duhet të bëhet në mirë në dhe byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme do të ketë drejtësi edhe në Kosovë për të gjithë qytetarët e saj. Byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është sulmuar shumë, por sulmuar prej atyre që, siç thotë populli, ne kanë nisur në kaput. Ne nuk kemi asgjë kundër pasurve, ne nuk kemi asgjë kundër pasurimit, dhe ne nuk kemi asgjë kundër pasurisë. Vetëm se ata të cilët janë pasuruar në mënyrë enorme në Kosovën e varfër pas luftës, dhe para luftës, do duhet të jenë në gjerën e evropiane të pasurisë. Ne nuk po ju themi qytetarëve që kështu është mënyra që jeni pasuruar ju, por disa njerëzve që janë në pozitat e larta, që kanë pasuri shumë, kishte qenë mirë me na kallëzuar të tëmbë që janë pasur. Te këta oligarkët do të bie barra e provës që ta dëshmojnë përputhjen e pasurimit të tyre me përfitimet e të ardhur të tyre. Nëse i ke të ardhur më pak se 1.000 euro e je multimilioner, për vesë është normale me të të shqipojnë. Që të bojnë në të tjerë, shpërmej 2 mërime a 2 puna, e mos mërime qenë të amanë as klase mesme. E dikush tjetër krejt e ditë që ka qenë as klase mesme, por ta shtuketina në vetë sa pare po, as i posë në është bo, kjo shëqëri në mund të tërë. Është domosdoshme të kemi sundim të ligjit edhe transparencë të
procesit të pasurimit në Britaninë e Madhe konsiderohet rast civil, çështje e barës së provës tek dikush që duhet ta dëshmojë pasurinë e vet. Po përikën e çokoladave ka. Neve na duhet që gjithashtu të ngrisin kapacitetet në sistemin të drejtësisë. Në këtë aspekt, ashtu që shqiptojnë profesorët shqiptarë që jenë në Norvegji, për shembull, vinë dhe kyçën në Universitetin e Prishtinës. Kemi nevojë edhe avokatët, juristë që janë shqiptarë këtu në Norvegji, të mund të kyçën në ditë në sistemin e drejtësisë. Konkretisht, statuti i ri i Universitetit të Prishtinës krijon mundësi që pa procedura të gjata burokratike, ata të cilët japin mësim në 400 universitete kryesore në botë të mund të bëjnë masimalisht së rëndësishme. E o tashmë, për shembull, kanë filluar të lajmërohen profesorë të tillë, njëri prej tyre është profesor Gzimri Soka, i cili do të fillojë në dhënë mësim në Universitetin e Prishtinës. Kemi nevojë me hap Universitetin e Prishtinës për dijet e profesorëve tonë në diasporë. Gjithashtu kemi nevojë me hap edhe pallatin e drejtësisë, edhe gjyqësorin, edhe prokurorin, kemi nevojë me hap për prokurorët, avokatët, gjykatësit shqiptarë që jenë në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë, në Britani, në Skandinavi, kudo që jenë nga kriju mundësi me u kyçë ata në sistemin e drejtësisë tonë, se besoni edhe kontribuojnë atje, po njëkohësisht edhe kolegët e tyre fillojnë që të punojnë ma shumë ma mirë, kur e kemi në këtë diasporës. Ne kemi po në administratën shtetërore. Besoni si e kyçën ndikon tek diasporës, në ndonjë zyrë shteti edhe tjerë në eqë. Dikuni këna kohë të na e luftuar të diasporës, nga Prishtinë. Po, besoni që e gjithë zyra përduar. E kena në për programi për diplomacin qytetare, dhe i kemi kyç 3 apo 3 në Ministrinë e Punëve të Jashtme, 6 muaj deri në 1 vjet kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Shumë prej tyre kanë vendosur në informacion. Por ata të cilët kanë punuar me 3 apo 3 nga diaspora e kanë ngritur performancën e punës së tyre. E kjo ka nevojë më shumë të pikërisht në sistemin e drejtësisë. Neve na karomi po sistemin e drejtësisë, unë prej të gjitha anë me të mundshme, se çfarë do aty, përveç nuk është gjykatës ai i cili e merr vendimin për ja uqyrë qeverit poshtë. Ti shikoj faktet, evidencën, faktet materiale, rrethona, ligjin, kushtetutën, e jo qeverit e pojnë. Me qyrë cilat e pojnë është më nervos që me gjithë të mesatarë. Në më dhënë, ka gjykatësat që kanë frikë. Ka gjykatësat të cilët jenë moti aty, kanë ardhur kohën atreja, nështë e shkëndesh dikusherinë atë. Po ka të tillë që ju pengon që kjo byroja për konfiskimin e pasurisë. E kjo është edhe më keq te populli i Afrikës. Kur po thon gjykata prokuroria, nuk po mendoj se si gjykatë se si prokuror. Po të sopën i tyre që janë aty në udhëheqje dhe që e bojnë ndarjen e lëndëve, edhe që kanë pushtetin real. Sa i përket shpërshtetësi, unë që thonë se mund është 5 minuta me folë me ambasadorën tonë, Nita Luci, për rastin konkret, që ta gjejmë se qka është në pyetje se mbas edhe rregullohet. Tjetra, koalicion me kë. Ne i ofruam koalicion Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë ministër, kur unë qenë kryeministër. Ka qenë ministër i infrastrukturës. Ne kemi bashkëpunuar. 2 herë kemi dërguar letër për takim, edhe me 30 prill, edhe me datën 5 maj, nuk ka pranuar as takom. Se ne mund të bashkëpunojmë. Ne dikun e kemi PDK-n ende në për administratën publike, ende dominant në për media, ende dominant në sistemin e drejtësisë, dhe nuk e kemi konsideruar të udhës një letër të tillë për PDK. PDK do të ndodhë reformë. Në thonë drejtë, nuk ka ndodhë reformë. Aty po ndodhë ndërrimi i këtyre sektorëve.
Po gjithmonë kryetar është dikush që s'është kryetar. Edhe po, është e vërtet që kryetari I ri I PDK-s ta nuk kam vijatuar. Po kur na ftoi presidentja me diskutu një seancë të fundit para se me shpërnda kuvertin. Edhe na tha kështu. Hajde shkojmë kuvendin e Republikës, ta votojmë buxhetin për 3 komuna Prishtinë, Gjilan, Zëvendëtor. Ta votojmë buxhetin për televizion e Kosovës. Ti votojmë 3 marrëveshje ndërkombëtare për bankën botërore. Ta votojmë planin e rritjes Bashkimit Evropian. Dhe ka kërku prej meje që me hjep dorë për votimit të buxhetit 2026, që është pika që ka më shumë të përqep, se është buxhet 4 miliard, tha të votojmë veç në 12-ën, I pari prej opozitës që doli dhe tha jo ke kryetari I PDK-s. Andaj po thënë, Alen, kuptoni dhe më thënë, ka një ndëson rrime që mos me pas ndryshim. Se ta shtet, mos me mbrua emrin e njeriut edhe fytyrën e personit, po nëse qëndrimit edhe identike nuk po ndryshon situata. Edhe ta nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë qeverive. Po krejt çfarë dëshironin të bënin është që të mos e bëjnë një qeveri. Në farë mënyre, në kushtet kur nuk mundishin mu gëzu me suksesit e veta, dëshiroshin gëzoheshin me mos suksesin tonë. Nuk e deshtën Albelenën, nuk më deshtën mu, nuk e deshtën Glaukun, shkojmë zjedhe prapë që në më. Ne kemi votu qeverin, ne kemi votu buxhetin e qeverisë Foti, para se marrë qeveria jo, pa probleme, sepse kemi kuptu interesin shtetëror. Edhe në Kuvendin Komunal Prishtinës, për të fyrat veteranët po ashtu votu. Po, edhe njëherë po thonë, së lloj inoti, si lloj xhelozie që ekziston sot këtë legjislaturën e nonë të Kuvendit të Republikës, nuk ka pas me herë. Na speshohim edhe kauzën. Unë kuptoj që dikush ka kritik të operacionale ose edhe zemrim të fort revolucionar. Hiç s'ka problem. Vetëm kauza cila është kauza. Kauza ka qenë jo kurti, s'ka pas kauzë. Si që me thonë, qëka? Veç ti ju, e në fund kërë e ke Glauku, jo për nas të. Që përdojë? Që kjo është një situatë se ndoshta nuk vrehet bashkë mirë në televizion. Ditën që është në Kuvend të Republikës, mas në natën më analiza në studio veç sa agravohet edhe ma shumë. Për bindjen time, kemi një ballafaqim cellësisht demokratik midis interesit publik edhe popullit në njërë anë edhe kapitalit të oligarkëve në anën tjetër që veprojnë mbrapa disa partije. Ata nuk I shtin krejt letrat të një parti. Ata investojnë të gjitha partit që jenë kundër qeverisë. Sepse nuk ka më terminale doganore private, që shka pasë. Është të vërtet që përpara ata I kanë bërë koalicione shumë shpenë. Po që shi bëjshin koalicione? Mas pari, I ndojshin tenderat, I ndojshin bordet e ndërmarrjeve politike, I ndojshin ministrit, e mas një kusuretëshin me pozitat në ambasadorët. Edhe me terminalin të menurë. Thënë që s'ke bënë të kënë. Mu me bënë që ashtu se po të nga votu për mos mja votë ashtu. Se për që ashtu I këtë ta. Është të vërtet që janë këtë përdojë votat me kosë në zjetë më shkurtit. Na I kena qënë krejt të shmite mundshme, por ka shumë mujë që prokuroria ende nuk ka vërtu. Na përpresim një prokuror I cili e merë këtë rast dhe qënë përpara. Se dhe të vendosja në vend që mi pas 48 deputet, është desë mi pas 49 se kazë. Ta që çfarë situate jemi? Gjenë edhe të pakisave të tjera, jo të gjithë kanë qenë me neve. Për shembull, Adem Hoxha, Ruda Bale nuk kanë qenë me neve. Edhe vetëm Berisha ma shumë jo se to. Për këtyne 10 deputetëve që jenë të pakisave, 7 kanë qenë me neve, plus në Drafiqi ka qenë gjithashtu me neve, dhe 48 plus 8 është 56
numri votave që i këtë marron, edhe numri votave që i ka marrë Gjatë Nusa, na jemi 5 deputet më unë. A e kuptoni, po të kishim edhe 5 deputet më shumë, në vend 48, mi ka pos 53, nuk kishim pos zgjedhje në 28. A e kuptoni, më thonë, jenë disa momente ku për pak nuk realizohet, se cila votë është e vlefshme. Në vitin 2021, veç po ja marrë një shemë për një tregu sa e vlefshme se cila votë. Në vitin 2021, Halil Thaçi, që u vota shkretari e Bilicit, Kastriotit, për 7 vota nuk u bota deputet. Për 7 vota ka me pa bota deputet. U desh më bo Alban Hyseni, deputeti, kretari komunës Gjiljanit, që mi alëshu venin e Halil Thaçi më bota deputet. Për 7 vota me pa bota deputet. Për 5 vota në parlament me pa për më qeveria. Edhe pse i ki 56, si ki 61. Ta shë din që në dhe ullësit e rezervume aty, e din do që që i kanë marrë votët, po qërë rezultati përfundimtar. Prandaj është shumë e rëndësishme pjesëmarrja masive në qytetet jetor. Nëse mundeni të vini e nëse s'mund të vini për datën 28 tetor, atëherë votoni ose me postë në postën e KQZ-s këtu në Oslo, ose fizikisht me datën 27 tetor. Edhe këtë punë se u bë ora 6, ne besojmë që nuk kemi nevojë për alternativa të tjera përveç se Bashkimit Evropian edhe NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Italisë, Turqisë, për natyrisht para gjitha mbi gjitha Shqipërisë. Por, kur rrezikohemi nga Rusia, ose nga fuqitë e mëdha, sikur për shembull që me një sulm kibernetik Irani e sulmoi Shqipërinë, kur kemi rreziqe nga fuqitë më të larta, më të mëdha, atëherë e kemi aleancën Veri Atlantike, e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në raport me Serbi, duhet me kriju Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë, Fondi Shqiptar, një balancë që rinë Ballkan. Nuk do duhet sa herë na sulmon Serbia, na me thirr Amerikën. I shkëndesh vetëm me 100 kohë. Nuk janë kombi sërb e as Republika e Serbisë, ma të fuqishme se kombi shqiptar e Republika e Kosovës edhe Shqipërisë.